Shërbimi social në Shqipëri, një sistem që shfaqet në letër, por mungon ato ku dhimbja është reale. Me strategjive, reformave dhe premtimeve institucionale, mijëra qytetarë në nevojë vazhdojnë të përballen me një të vërtet brutale. Shteti social në Shqipëri shpesh vjen vonë, vjen dobët ose nuk vjen fare. Në Shqipëri, shërbimi social shpesh përmendet me gjuhë të bukur burokratike: mbrojtje, përfshirje, plan kombëtar, reforma, decentralizim, mbështetje për shtresat vulnerabël. Por sapo del nga raportet dhe futesh në jetën reale, tabloja ndryshon brutalisht. Aty gjen familje që sillen nga një zyrë në tjetrën, të moshuar që mbijetojnë me ndihmë minimale, persona me aftësi të kufizuara që përplasen me procedura, nëna të vetme që presin me muaj, dhe bashki që shpesh kanë më shumë formular se sa kapacitet real për të zgjidhur hallet e njerëzve. Kjo nuk është thjesht ndjesi publike. Vetë Komisioni Evropian ka vlerësuar se mbulimi i sistemit të ndihmës sociale në Shqipëri mbetet i pamjaftueshëm, ndërsa raporti i vitit 2024 theksonte nevojën për rritje të buxhetit, përmirësim të ofrimit të shërbimeve sociale dhe forcim të monitorimit. Problemi më i madh nuk është se Shqipëria nuk ka ligje apo strategji. Problemi është se sistemi vazhdon të funksionojë si makineri justifikimesh, jo si mekanizëm shpëtimi. Edhe sot, organizatat ndërkombëtare dhe vetë partnerët e shtetit shqiptar po financojnë ngritjen ose zgjerimin e shërbimeve komunitare në 14 bashki, çka tregon se rrjeti i nevojshëm ende nuk është ndërtuar si duhet në shkallë kombëtare. Kur në vitin 2025 ende flitet për krijim dhe zgjerim të shërbimeve bazë për grupet vulnerabël, kjo është provë se boshllëku ka qenë i madh dhe i zgjatur, jo thjesht një problem teknik i përkohshëm. Kjo është arsyeja pse zemërimi qytetar nuk është as pak i tepruar. Sepse një shërbim social nuk matet me konferenca, as me slogane ministrish. Matet me një pyetje të thjeshtë: a e kap njeriu në momentin kur bie? Në Shqipëri, përgjigjja shumë shpesh është jo. Raporti i screeningut të BE-s për Shqipërinë ka nënvizuar se sistemi i mbrojtjes sociale është i dobët dhe se qasja në shërbime sociale e shëndetësore mbetet e pabarabartë, veçanërisht për grupet vulnerabël. Kur vetë partnerët evropian thonë se nevojiten reforma për të adresuar këtë dobësi strukturore, atëherë nuk kemi të bëjmë me perceptim emocional, por me diagnozë institucionale. Edhe më therse është kontradikta midis nevojës dhe ritmit të reagimit. Programet e OKB-s dhe UNICEF-it në Shqipëri flasin për forcim kapacitetesh, planifikim strategjik, rritje partneritetesh lokale, qendra mbështetjeje dhe rrugëzime referimi. Të gjitha këto janë të nevojshme. Por kur një shtet ka vite që dëgjon të njëjtat fjalë dhe ende mbështetet te projektet e donatorëve për të bërë funksionale atë që duhet ta kishte garantuar vetë, atëherë problemi nuk është mungesa e terminologjisë. Problemi është mungesa e shtetit social si realitet i prekshëm. Në thelb, shërbimi social në Shqipëri vuan nga 3 plagë të mëdha. E para është mbulimi i dobët, sistemi nuk arrin të përfshijë mjaftueshëm ata që kanë më shumë nevojë. Këtë e thot qartë Komisioni Evropian në raportin e vitit 2025. E dyta është pabarazia territoriale, shërbimet varen shumë nga kapaciteti i bashkive, ndërsa vetë dokumentet mbështetëse të UNICEF-it dhe UNPS tregojnë se planifikimi, vlerësimi i nevojave dhe njësitë e referimit në nivel vendor kanë nevojë ende për ndërtim dhe forcim. E treta është varësia nga projektet të financuara nga partnerët ndërkombëtar për të mbushur boshllëqet që duhet t'i mbulonte shteti. Kjo prodhon një realitet të njohur për qytetarët, jo një sistem që parandalon rënien sociale, por një sistem që administron vonesën. Jo një dorë që të ngre, por një sportel që të lodh. Jo një shtet që sheh i pari nevojën, por një aparat që reagon vetëm pasi dëmi është bërë i madh, mediatik ose politik. Prandaj shumë qytetarë e shohin këtë shërbim si qesharak, sakat dhe të padobishëm, sepse e përjetojnë jo si mbështetje, por si rrugë të gjatë poshtërimi administrativ. Kjo është një përfundim interpretues, por mbështetet në faktin se institucionet evropiane dhe ndërkombëtare vazhdojnë ta përshkruajnë sistemin si të pamjaftueshëm, të pabarabartë dhe në nevojë për forcim të thellë. Ka edhe një ironi të hidhur në gjithë këtë histori. Shqipëria ka strategji kombëtare për mbrojtjen sociale 2024-2030 dhe dokumente të tjera planifikuese, ndërsa në terren vazhdon të dëgjohet e njëjta fjali: nuk ka fonde, prisni, rasti juaj do të referohet. Kompetenca i takon një institucioni tjetër. Në një vend ku varfëria, emigracioni, plakja e popullsisë, braktisja e fëmijëve nga shërbimet cilësore dhe pasiguria ekonomike kanë vite që rëndojnë mbi familjet, shërbimi social nuk mund të mbetet luks administrativ. Ai duhet të jetë vijë e parë mbrojtjeje. Dhe sot nuk është. Prandaj artikulimi i saktë nuk është thjesht se shërbimi social në Shqipëri nuk funksionon. E vërteta është më e rëndë, ai funksionon shumë pak, shumë ngadalë dhe shumë pabarabartë për t'u quajtur mburoj serioze për njerëzit më të dobët. Një shtet matet nga mënyra si trajton më të pambrojturit. Dhe kur vetë raportet zyrtare e ndërkombëtare thonë se mbulimi është i pamjaftueshëm, qasja është e pabarabartë dhe kapacitetet vendore duhen ende ndërtuar, atëherë dështimi nuk është episodik. Është strukturor. Në fund, qytetarët nuk kanë nevojë për një shtet që numëron strategji. Kanë nevojë për një shtet që mbërrin në kohë. Derisa kjo të ndodhë, shërbimi social në Shqipëri do të vazhdojë të tingëllojë si një fjalë e madhe për një realitet të vogël.